Kombëtarja e Shqipërisë do të luajë përballë Serbisë më 7 qershor në stadiumin Arena Kombëtare. Kjo ndeshje është e vlefshme për kualifikueset e botrorit. Ivan Gozdenović, trajneri i Elbasanit, ka folur në Serbi për këtë përballje të nxehtë. Trajneri serb veçon disa lojtarë si të spikatur tek Shqipëria, ndërsa largon frikën për incidente. Shqipëria është ekip kombëtar i koordinuar mirë, çdo lojtar ka dëshirë të paparë për sukses. Kjo ka ndodhur për kohë të gjatë dhe në vitet e fundit përzgjedhja ka pasur dhe një cilësi të caktuar, të mishëruar kryesisht në shumë lojtarë ndërkombëtar, kryesisht nga klubet italiane. Shqiptarët kanë një sulmues të rrezikshëm si Armando Broja, lojtari i Evertonit, shumë i shpejtë dhe i shkëlqyer në lojën 1-1. Ata lanë gjithashtu përshtypje pozitive në Europian, rezistuan fort ndaj Italisë dhe Spanjës, ndërsa barazuan me Kroacinë, nisi Gozdenović fjalën e tij. Kë veçoni tjetër nga titullarët. Së bashku me Brojën, Gjimshiti nga Atalanta është më i miri. Përpara portës është Strakosha me Përvoj, i cili tani luan për AEK-un, ndërsa për Lacion ishte portier për një kohë të gjatë. Kristian Aslani është tek Interi, luajti në pjesën e dytë të finales së Champions League. Nuk është një lojtar që luan gjithmonë në klubin e Milanus, por është një lojtar shumë i rëndësishëm për ekipin kombëtar shqiptar. Kush është favorit? Serbia është favorite e lehtë, ka një numër pak më të madh lojtarësh cilësor. Ekipi ynë kombëtar arriti rezultate të mira në Ligën e Kombeve, qëndroi në grupin A, garoi me rival të fortë dhe gjithashtu bëri një ndryshim prezash në një mas më të vogël. Sa do të ndikojë mbështetja e tifozëve? Ekipi vendas do të ketë tifozët, por kjo mund të krijojë presion shtesë. Tifozët do të mbushin stadiumin, do të mbështesin lojtarët dhe do të presin fitoren. Mbetet për tu parë nëse kjo do të jetë plus apo minus për Shqipërinë. Po humbja ndaj Anglisë? Anglezët janë sigurisht favoritët, Serbia dhe Shqipëria po luftojnë për vendin e dytë. Shqiptarët janë në situatë më specifike sepse kanë luajtur tashmë 2 ndeshje, kombëtarja jonë nuk ka luajtur asnjë. Megjithatë, llogaritja është e njëjtë. Serbia gjithashtu dëshiron të fitojë dhe është nën presion. Një barazim nuk do të ishte keq për në ndeshjen e parë, jashtë shtëpie, megjithse do të preferoja të mos bëja llogaritje. Stafi trajnerëve sigurisht e din se çfarë i pret në Tiranë, ata e din cilësinë, punojnë çdo ditë me lojtarët tanë dhe janë të vetëdijshëm se sa shumë mund të japin të shtunën. Interesimi i lartë për bileta. Është një derbi grupi, të dyja ekipet kanë një motiv të madh për të kualifikuar në Kupën e Botës dhe është e kuptueshme që nuk ka bileta të mjaftueshme për të gjithë. Stadiumi është fenomenal dhe është kënaqësi të luash në kushte të tilla. A ka arsye për t'ju frikësuar incidenteve? Më shqetëson pak kur dëgjoj se njerëzit po mendojnë negativisht në Serbi. Nuk ka arsye të presim incidente. Jam i bindur se organizimi do të jetë i mirë si në Tiranë ashtu edhe në Beograd. Duhet të shohim pozitivisht ndeshjen e së shtunës, të flasim për ndeshjen, do të shohim se kush është më i miri në fushë. Deklaratat e Stojković për marrëdhënien mes dy federatave. Kjo ndoshta do ta ulë tensionin nga hera e fundit, do të jetë futboll i vërtet, atmosferë e këndshme dhe pa probleme. Cili është parashikimi juaj? Është e vështirë të parashikosh rezultatin. Unë mbështes Serbinë, kemi ekip të mirë dhe do të doja që ne të fitonim. A do të jeni në stadium? Kam ftesë, por aktualisht jam në Beograd me pushime dhe jam më afër vendimit për të qëndruar këtu dhe për të ndjekur ndeshjen në televizor.